Turqia po analizon çdo skenar të mundshëm në rast se tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara përshkallëzohen në konflikt, ka deklaruar për Reuters një burim diplomatik turk. Duke qenë se ndan kufi të drejt për drejt me Iranin, Ankaraja e konsideron një ndërhyrje ushtarake ndaj Teheranit si një faktor që mund të destabilizojë më tej rajonin. Autoritetet turke kanë theksuar se zgjidhja duhet kërkuar përmes diplomacisë. Pozicioni i Turqisë është delikat. Ajo është antare e NATO dhe aleate e Shteteve të Bashkuara, ndërsa njëkohësisht është vend me shumicë muslimane dhe fqinj i Iranit. Për këtë arsye, një zgjidhje diplomatike shihet si alternativa më e favorshme për interesat e saj. Sipas burimit, që foli në kushte anonimiteti, institucionet turke po shqyrtojnë të gjitha aspektet e masave që mund të merren në rast të zhvillimeve negative. Ai theksoi se po analizohen skenar të ndryshëm dhe po përgatiten hapa të mundshëm për të garantuar sigurinë e qytetarëve turq. Në të njëjtën kohë, ai nënvizoi se çdo veprim që do të cenonte sovranitetin e Iranit konsiderohet i papranueshëm. Burimi nuk dha detaje konkrete mbi masat që po diskutohen. Ndërkohë, më herët, zyra e presidencës turke për luftën kundër dezinformimit hodhi poshtë raportimet se Ankaraja po planifikonte të hynte në territorin iranian për të frenuar një valë të mundshme refugjatësh.